pas 35 vitesh, qytetarë shqiptar kujtojnë dhe ndërojnë këtë ditë pasi Edi Rama, pasardhës direkt biologjik i etërve xhelat të regjimit komunist, Kristaq Ramës, që në gusht të vitit 88 kishte firmosur varje në litartë poetit Havzinela e kushe disa e sa kundërshtarëve të regjimit dhe Spiro Kolekës, i cili edhe me 11 vjetor në mëngjes dhe 11 vjetorit të vitit 1990 kërkoi shtypjen me tanke të lëvizje studentore, ka vendosur në Shqipëri diktaturën autoritare, narkoshtetën e parë dhe të vetëm në Europë. Armik i votës së lirë dhe sklav i pushtetit ti të krimit, a i ka zëvendësuar zgjedhjet e lira me farsën më të shëmtuar zgjedhore. A i ndërtoi në Shqipëri jo vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, por instaloi regjimin më kleptokratik që shqiptarët kanë njohur në ekzistencën e tyre. Kur ky kombë nuk ka patur në krye një dyshe t'illë, si që ka e Tirana dhe Lubi Balloku, që ta kenë vjedhat një të 10% në atyre që kanë vjedhë të dy monstra të vjedhjes dhe të grafitis pasurive të kombëtare të shqiptarve. A i sot është i pari kryeministër në historinë e Europës që mbron publikisht vjedhjet e tij dhe ministrave të tij. Sot, në ditën e rinis, në 8 dhjetor, Edi Rama vjen si armiku më i egër i trive shqiptar në tërë historinë tonë. Në 10 vite të sundimit të tij, plaçkitës dhe narko regjim, me politikat e tij përzurin nga Shqipëria mbi 700.000 të ri dhe të reja, apo rreth 70% të trive shqiptar. Edi Rama, me ndihmën e George Sorosit, mafjes ndërkombëtare të ekstremit të majt, bëri gjithçka për një Shqipëri pa opozit, pra për të varrosur përfundimisht pluralizmin politik dhe idealet e dhjetorit 90. Por dështoj, sepse ato ideale janë të pavdekshme, ato frymëzojnë sot çdo opozitar shqiptar, çdo të ri shqiptar, të qëndrojë me guxim në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit tyre. Ata sot janë më të vendosur se kur të shporin nga pushteti narkomafjen dhe kleptokracinë me në krye Ramaduron e Europës, që po i shket toka që sot po i shket toka në këmbë. Sot, përsëri, në këtë udhkryq të rrezikshëm në cilën ndodhet Shqipëria, shpresa e vetme për të përmbysur narkoregjimin e Ramaduros është rinia shqiptare, është gjenerata Z e saj, është ajo gjenerat që këto 2 vite ka bërë historinë e lirisë në botë, në Bangladesh, ka përmbysur në Bangladesh, në Nepal dhe vendet të tjera diktaturat autoritare. Unë kam besim më të madh se gjenerata Z e të rive shqiptar, trashëgimtare idealeve të rinisë studentore të dhjetorit 90, do përmbush misionin e saj. Ndaj dhe duke uruar gëzuar këtë ditë, bëj thirrje të rive shqiptar të ngrihen të frymëzuar nga dita e lirisë, lartësinë e idealeve të tyre dhe të përmbysim sa më parë këtë regjim të shëmtuar narkodiktatorial që po shkreton dhe shkatron Shqipërinë. Nderim për jetë Azem Hajdarit, studentëve liberator të dhjetorit 90, Zoti e bekoft rininë e Shqipërisë, misionin e saj, nderimin më të madh për dhjetoristët. Faleminderit.